I kemi pas disa që kanë punu, na kanë denuan me ato ligjet që neve kur nuk kanë pas dëshirë me ngritën kokën. Imam Ebu Hanifja, Allahu e mëshiroft, sakrifikoi shumë, sakrifikoi rahatin e tij për ta ruajtur drejtësinë dhe dinitetin e dinit islam dhe dijes islame. Sakrifikoi, dashtën ta bënin gjykatës në regjimin e padrejtë, por ky kur nuk pranoi dhe nuk hyri, edhe pse e rahën, e maltretuan dhe e burgosën me vite e vite e burgosën. Mirë, po nuk pranoi me u bë gjykatës në regjimin e padrejtë. Është një mesazh shumë i madh që ju flitet atyve që në regjimin jugoslav, që neve nuk na ka lënën me ngritën kokën, i kemi pas disa që kanë punu, na kanë denuan me ato ligjet që neve kur nuk kanë pas dëshirë me ngritën kokën. Ndoshta janë mashtruan e po e zbos. Po si u mashtruan këta të lirijës që po i bojnë kryesort ata, edhe në pas luftës po i bojnë udhëheqësa, e po i bojnë gjykatësa, e po i bojnë do të të në përvende shumë kyqe. Se di që shumë mashtruan tash 25 vite e këndi. E dikujt prej neve halo shpina është i dhimt, dikujt prej neve halo nuk e din ku e ka varrin e nanës edhe të babës, dikush do thot prej neve, e këto kemi familje në fshatin Duraj që ka lindësht, ka vdekën Haxhi Faiki, e mu më thejke Allahu e mëshiroft, thejke hoxhën e nuk e di varrin e nanës teme, sepse ma kanë mbyt në burg, në burgin e Mitrovicës apo të Ferizajt, dhe kur nuk mu është dërzuan kofoma e nanës teme. Kja është madhështore, dashurit e mi. Na kemi nevoj për njerë që i shërbejnë drejtësijës, jo zullumit. Kështu na ka mësuar i madhi Allah xhaleshanu